Në dekadat e fundit, Ballkani Perëndimor është bërë një udhkryq kyç, ku takohen trashëgimitë historike dhe gjeopolitika moderne. Turqia ka luajtur një rol të veçantë bazuar në lidhjet e thella kulturore dhe fetare. Megjithatë, pas përpjekjes së dështuar për grusht shtetin në vitin 2016, strategjia rajonale e Ankaras filloi të ndryshojë ndjeshëm. Ajo që dikur mbështetej në fuqinë e butë dhe identitetin e përbashkët, është ndërruar në një rrjet kompleks ndikimi politik, shqetësimesh për sigurinë dhe lidhjesh informale. Ky ndryshim ka ndryshuar mënyrën se si të dyja palët e shohin bashkëpunimin dhe besimin. Pas natës së grushtit të shtetit, kontrovers të 15 korrikut në Turqi, fokusi kryesor i marrëdhënieve midis Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë u zhvendos nga kultura, feja dhe ekonomia në siguri dhe politik. Për më tepër, fushata e vazhdueshme e Ankaras për të zvogëluar ndikimin e lëvizjes Hizmet, të frymzuar nga Gülen, aktive në rajon që nga fillimi i viteve 90 përmes rrjeteve arsimore ka çuar në shqetësimet e para për sigurinë. Marrëdhëniet e tensionuara arritën kulmin kur Turqia, një partner strategjik për këto vende, kushtozoi antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO me dëbimin e 86 aktivistëve të FETO. Ky zhvillim shënoi një ndryshim vendimtar në qasjen e Turqisë ndaj partnerëve të saj ballkanik. Në vend që të nxiste bashkëpunimin përmes diplomacisë kulturore dhe investimeve, Ankaraja filloi të përdorte diplomaci shtrënguese që synonte eliminimin e armiqve të brendshëm të perceptuar jashtë vendit. Qeveritë e Ballkanit Perëndimor, duke u përpjekur për integrimin euroatlantik, e gjetën veten duke balancuar midis angazhimeve demokratike dhe presionit politik të prirjeve turke, ndërsa aktorët shtetëror turq vazhdojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre përmes presionit diplomatik. Aktorët jo shtetëror po e rrisin në mënyrë alarmante krimin e organizuar në rajon. Disa madje e kanë ndihmuar vendet e Ballkanit të renditen më lart në renditjen globale të krimit të organizuar. Një nga rastet më të dukshme që përfshin rajonin ishte rasti Sedat Peker, ku mafia ultranacionaliste turke në Mërgim pranoi publikisht disa krime dhe akuzoi figura të larta të qeverisë së Erdoganit për përfshirje. Pasi u largua nga Turqia në vitin 2020 për të shmangur ndjekjen penale, Peker kërkoi strehim në Ballkan. Ai u takua me shumë politikanë të lartë, biznesmen dhe elita të tjera në rajon dhe vazhdoi aktivitetet e tij, me disa që promovuan si biznesmen. Në një rrjedhë informacioni në internet, Peker pretendoi se ishte takuar me ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në rezidencën e tij private. Ngjarja më skandaloze gjatë qëndrimit të tij ishte kur ati dhe 214 bashkëpunëtorëve të tij u dhash tetësia nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Kur ky skandal u bë publik, autoritetet u revokuan shtetësitë, arrestuan 9 oficer policie dhe pretenduan përfshirjen e Rusisë në këtë rast. Ndërkohë, Omre Olur, i njohur si PR i Sedat Peker, akuzohet për përfshirje në aktivitete kriminale si në Turqi ashtu edhe në Shqipëri. Çështja Peker tregon se si një ndikim politik dhe krimi organizuar shpesh kryqëzohen në zona me qeverisje të dobta. Prania e tij në Ballkan jo vetëm që i turpuroi zyrtarët vendas, por gjithashtu tregoi se si figurat kriminale mund të shfrytëzojnë boshllëqet diplomatike dhe politike. Për Turqinë, figura të tilla ndonjëherë veprojnë në zonën ngri midis mërgimit dhe përfaqësimit informal, duke i lejuar shtetit të ruajë ndikim të tërthort. Incidenti zbulon gjithashtu se si rrjetet kriminale të lidhura me Turqinë janë bërë pjesë e strukturave rajonale të pushtetit, duke rritur korrupsionin dhe duke minuar sundimin e ligjit. Një tjetër fushë me interes në zhvillim për aktorët jo shtetëror turq në rajon është sektori i energjisë. Investimet turke në rajonin e Ballkanit nga viti 2013 deri në vitin 2022 arritën në 20 miliardë dollar amerikan, me sektorin e energjisë që përbënte 35% të investimeve të huaja direkte. Megjithatë, vëzhgimet në terren tregojnë një marrëdhënie alarmante korruptive midis kompanive turke dhe elitave politike të rajonit. Kjo skemë krimi të organizuar e kombinuar me donacionet e dronëve kamikaze nga kompania në pronësi të dhëndrit të Erdoganit krijon terren pjellor për aktorët shtetëror turq për të krijuar një marrëdhënie atërore, duke ndikuar më tej në sigurinë rajonale. Investimet në energji janë bërë kështu një mjet ekonomik dhe politik, duke marrë pjesë në projekte të mëdha infrastrukturore dhe të mbrojtjes. Firmat turke krijojnë varësi afatgjata nga vullneti i mirë i Ankaras. Turqia historikisht ka ndërtuar partneritete konstruktive me vendet e Ballkanit Perëndimor, bazuar në parimin e udhëheqësit të saj themelues, Ataturk, paqe në atë dhe paqe në botë, i cili mbështet mos ndërhyrjen në punët e brendshme të shteteve të tjera. Megjithatë, me ngritjen e qeverisë së AKP-s, politika e jashtme turke pësoi një ndryshim paradigme që shkaktoi luhatje në marrëdhëniet me vendet e Ballkanit Perëndimor. Faza fillestare u karakterizua si atlanticizëm,
gjatë së cilës Turqia mbështeti fuqimisht integrimin euro-atlantik të Ballkanit Perëndimor. Më vonë në Davutoglu'n, ajo u zhvendos drejt një qasjeje ekspansioniste të islamit politik, kryesisht përmes forcimit të mekanizmave të fuqisë së butë, pasi ambicjet e Davutoglu's për të krijuar një brend ballkanik u shembën. Politika e jashtme e Turqisë ndaj Ballkanit Perëndimor tani karakterizohet nga punë të paligjshme midis elitave, dobësit në rritje të lidershipeve të korruptuara në rajon, kundër praktikave dhe aktiviteteve jo demokratike, i shtohen peizazhe të prisht të kërcënimeve hibride, të fshehura pas një aspirate fasad për të përvetësuar normat dhe vlerat euroatlantike. Ky evolucion tregon se si ndryshimet politike të brendshme të Turqisë kanë ndikuar drejt për drejt në sjelljen e saj rajonale. Konsolidimi i pushtetit nga AKP-ja ka zbehur vijën ndarëse midis interesave kombëtare dhe qëllimeve të partisë, duke e shtrirë të njëjtën qasje edhe jashtë. Si pasojë angazhimi i Turqisë me Ballkanin pasqyron jo vetëm interesat strategjike, por edhe një përpjekje për të eksportuar stilin e saj të qeverisjes së brendshme, të centralizuar, transaksional dhe të varur nga besnikëria në vend të institucioneve. Qasja në ndryshimin e Turqisë në Ballkanin Perëndimor zbulon një përzierje komplekse të diplomacisë, interesave ekonomike dhe ndikimit informal. Kalimi nga shtrirja kulturore në angazhimin e motivuar politikisht ka prishur atë që dikur ishte një marrëdhënie e dobishme reciprokisht, ndërsa krimi organizuar, korrupsioni dhe investimet e fshehta rriten. Ndikimi i Ankaras zgjerohet, duke i bërë perspektivat e rajonit për qëndrueshmëri demokratike më të pasigurta. Për Ballkanin Perëndimor sfida është të qëndrojë i pavarur, duke promovuar njëkohësisht bashkëpunimin transparent dhe të bazuar në rregulla. Por Turqinë rifitimi i besueshmërisë mund të kërkojë kthimin në vizionin e Ataturkut për paqen dhe mosndërhyrjen, parime që dikur e bën partneritetin e saj me Ballkanin një model të diplomacisë rajonale.